Okej, filloj me pyetjen Ariana. Po, Afrodita, ne kemi marrë ushqimet bazë që çfarë do të tham, ushqimet diellore dhe ushqimet hënore, që të kemi Po. një ekuilibër në gjithë trupin tonë. Tani, unë dua të di nga ju, të ushqehemi sipas grupit të gjakut. Dua mendimin tuaj. Si është më e mira? Kjo ushqime me dietën e balancuar që kam këshilluar është për gjithë grupet e gjakut. Nuk ka rëndësi ke grupi gjak 0 negativ, pozitiv, A, B, pozitiv, negativ. Është për të gjithë. Të gjithë njerëzit duhet hanë gjëra bazë. Në rregull? Nuk është se jemi gjak 0 dhe çfarë thon. Jo, unë jam A pozitiv. Nuk Po, ka rëndësi gjaku. po ushqimet me gluten, pa laktoz, me laktoz, si ndikojnë? Tani varet nga sistemi i trupit, që pse je ekstreme, dhe të ka thënë doktori që jenë, domethënë, nivelin ekstrem, atëre bëhet. Por unë kam qenë më përpara shumë viteve shumë e fiksuar për këto gjëra gluteni, jo gluteni. Tani fare se kam. Nuk ka nevojë më. Edhe gluteni është protein. Nëse han një miell i mirë, ka një fshatar që ka bërë vetë, domethënë, është buka, është diellore. Dhe bërëm sigurisht me zjarr akoma më mirë. Nuk ka, janë mashtrime për të marrë lek njerëzve ose janë gjëra moderne. Mirënjohje Afrodita. Okej, bukur. Kush ka pyetje? Ti thot tani. Me qënë se Ariana hapi këtë të grupit gjakut. Po. Kam qenë duke parë një video dje për Anunnakit, edhe për pjesën e ADN-s që mund të kenë krijuar në trupin e njeriut dhe fliste për grupet e gjakut. E thoshte që grupi 0 pozitiv është grupi i krijimit të njerëzve dhe të doja të dija më shumë për këtë. 0 negativ është, domethënë është çik më i vjetër se 0 pozitiv, në fakt. Por nuk ka lidhje kjo, nuk ka rëndësi. Të gjithë, domethënë, gjaku si është krijuar, është krijuar kur krijuar njeriu, me që po flet për kozmologjin ose kozmogonin ose krijimin e njeriut, është krijuar në mënyrë të përsosur. Njeriu i parë, sipas ditorisë vedike, quhet Manu. Okej, Manu. Dhe që bën Noa pastaj te këto krishterët. Dhe ka qenë me trup të përsosur dhe me gjak në rregull, krijuar nga hynorja. Kurse këto Anunnaki, këto që thua ti, janë të, domethënë, jo shumë të vjetra. Okej? Janë të mira viteve të fundit. Dhe kanë ardhur me të vërtet për të bërë ndryshimin e gjakut të njeriut. Për t'i futur gjëra, domethënë në mënyrë që të ndikojë tek vetëdia, sepse gjaku lidhet me shpirtin. ADN-ja lidhet direkt me shpirtin dhe me vetëdijen, me inteligjencën. Okej? Ka qenie që i njohim këto gjëra, rregulla, për shembull të Anunnakit, është shumë e gjatë kjo. Kaq po e lë. Faleminderit. Edhe unë Afrodita. Beni po, pyetje? Unë menej, po të në kështu abinja ime, që trupi njeriut është përsosmëria, makina moa përsosën që Zoti ka kriju. Bazuan ata unë menej që ne duhet pim atë që trupi kërkon vetë. Unë nuk besoj tek dietat absolutisht. Besoj te doktorat, po nuk besoj besoj tek i ilaçet. Operacionet plastike? Do më thonë, nuk është se nuk besoj, por njeriu duhet jetë vetë inteligjent. Pikërisht, njeriu duhet të ditë të zgjedhë të duhurat, apo jo? Ushqimet e duhura, dhe për këtë i duhet lidhja me natyrën, sepse, për shembull, të jap një rast, për shembull, është një njeri që
nuk është i lidhur me natyrën, e zëm, rast ekstrem, apo jo, nuk ka lidhje me natyrën, do të thotë nuk ka inteligjencë. Atëre, për shembull i duket një çokoladë si një gjë shumë mirë që do t'i bëjë mirë, kënaqësi, e zëm. Okej? Domethënë nuk i punojnë shisat mirë dhe i duken gjëra të mira, gjërat që nuk janë të vërtetë të mira. Dhe po më fal. Pikërisht na duhet inteligjencë për përbërësin e natyrën. Po Beni, nuk e di, mbaroj Beni apo? Jo, edhe diçka kisha. Po? Unë kam binjen që çdo gjë rreth nesh flasin pemt, fletuj, pavarësisht se inteligjenca jonë nuk është e mjaftueshme me i pa këto komunikime. Pra, nuk e di se sa e saktë është kjo? Po, ekzistojnë qenie, neve njerëzit jemi qenie toksore dhe elementi tokë është më i fuqishmi te ne, pra jemi toksor. Ka edhe qenie të tjera që kanë trupin ujtin, kanë elementin më shumë. Pra qenie ujore. Ka qenie që kanë më shumë zjarr, elementin zjarr, por ne nuk i shikojmë këto. Pra dhe ato janë qenie, kanë energji të veta. Ka qenie më shumë me elementin zjarr, për shembull xhindet ose këto. Ka qenie me elementin ajër e tjerë. Ka qenie të tjera në botë. Afërdita. Po Erve, Shqipnarajan. Narajan. Unë kam 2 pyetje. E para ishte në vijim të kësaj që sapo thatë, që ka krijesa të tjera që ne nuk i shohim. Atëherë çfarë na sugjeron ose na këshillon një mantër që ne të mbrohemi që këto krijesa të padukshme, të këqija mos na pushtojnë trupin. Kjo është një pyetje. E dyta është nisur nga ti përgjigjem një sekond përpara se ta harroj. Përgjigja për mantrat janë të gjitha mantrat që kemi mësuar së bashku. Unë jam një qenie, unë i dua vetes të mirën. Unë dua të evoloj. Okej? Të gjithë mantrat mantrat me natyrën. Nëse ti i bën këto gjëra dhe domethënë i ndjek këshillat e meditimit Lotus Ocean, dhe sidomos dhe po dëgjosh muzikën Lotus Ocean, të Guru Piti, Prashant Trivedit dhe të hash ushqimet e duhura, nuk guxon asnjë qenie të pushtoj tjetër. E kam fjalën që nuk i shikojmë me frekuencat e tona, nuk guxon do të bëj asnjë gjë. Sepse ti aura jote është shumë e fuqishme tashmë, prandaj kjo është një arsye pse bëj meditim Lotus Ocean. Të gjitha mantrat. Faleminderit. Tani pyetja e dytë ka të bëjë me informacionet që ke përcjell ditët e fundit, duke marrë shkas nga planeti Hënës dhe çfarë ka thënë NASA. Tashti mua më lind një kuriozitet. Nëse jemi brenda te planeti Tokë dhe jemi brenda, të themi të mbyllur, të kufizuar, dhe këto hëna dielli ndodhen brenda kësaj kupole të mbyllur. Atëre në planet e tjera të larta, çfarë planete ndryçojnë ose çfarë nuk di si ta artikuloj, ekziston errësirë apo ka dritë që ndryçohen? Nuk e di po u shpreh qartë, po kjo është ideja. E kuptova. Patjetër, në botën tonë kemi hënën, kemi diellin si ndriçimet kryesore, apo jo? Po. Kemi dhe këto dritat falso, që janë dhe ato një farë, ja na japin dritë për të parë, okay? Kemi dhe yjet. Tani yjet ne i shikojmë, por dhe ato janë dritë, apo jo? Tani ne kemi këto dritat në botën tonë. Në botët e larta të ekzistencës, që thamë, kemi 7 botë të larta, edhe ato janë plan, pra paralele, me tokën, ashtu si shke dhe 7 poshtë, pra 14 gjithë së bashku. Tani, këto botët e larta tjera, ato janë sa më lartë, në fakt, aq më shumë dritë të vërtet. Drita e diellit që neve kemi në këtë botë nuk tregon më shumë se 1% të gjërave që ndodhen në këtë botë. Për shembull, siç po thoshte Beni, qenie të tjera, ajo këto gjë, ajo kështu. Okej, ne shohim 1% dhe aq na duhet për momentin.
Okay? Kurse në botët më të larta ti shikon më shumë gjëra, nëse shkon. Domethënë nëse pranohemi, ka shumë gjëra në botët e larta, është botë parajsore, okay? Është në mënyrë ndryshe, nuk është këtu. E dashur ti në mënyrë figurative na i ka thënë botët e sipërme janë të ndriçuara dritë dhe botët e poshtme janë errësirë, në kuptimin figurativ që ne e kuptojmë domethënien e këtyre termave. Me thënë botët e sipërme janë botë të ndriçuara. Botët e sipërme do të thotë nuk është vetëm ndriçimi, sepse ka dhe ngjyra të tjera, ka kombinime, ka inteligjenca në botët më të larta është më e lartë se sa këtu. Do të thotë ndriçimi nuk është më fal, ndriçimi nuk është vetëm në termin dritë, më kupton ndriçimi do thotë vetëdia më e lartë. Po. Dhe një gjë që meqense pyete për botët e larta është që në këtë botë kemi dendësi apo jo. Trupi i njeriu qëndron në tokë është dendër dhe jo për gravitetit, kurse botët më poshtë nuk janë ferre, nuk janë më errësirë, po thjesht dendësia është më e rëndë. Okay? Për shumë njerëzit që banë në botën më poshtë, ka një trup që është më i rëndë se trupi i njeriu. Pra janë më i dëndur. Po, e kuptoj. Faleminderit, mirënjohje. Trupi më i lehtë. Mirënjohje. Po. Jam Silva. Silva, okay, Silva? Kur thu që planet më sipër, botët më sipër. Gjelo duke shkuar planet më sipër, po merren me këtu me tokën. Jo, një minut. Do të thotë se flet për dimensionin. Mos të me presh. Sa e madhe që je shumë e madhe. Kur flasim për botët e sipërme do të thotë se janë dimensione më të larta apo dimensione më të larta që jetojnë edhe njerëz. Ka qënje. Janë qënje, edhe neve njerëzit jemi qënje. Edhe ato janë qënje. Afërdita. E një sekund, Stella, a u sqaruam apo? U sqaruam, po e di pse për të gjitha mësimet na ke thënë një gjë shumë të rëndësishme, që ata që vinë nga botët e larta na duan të mirën ne që jemi në planin tokë. Dhe ne nisur nga kjo, domethënë, na shtin kurioziteti këto krijesa që na duajnë të mirën. Nga këto krijesa që na duan të mirën. Po, ne nuk duhet mendojmë për këto qenie të larta ose domethënë të imagjinojmë se ne duhet bëjmë punën tonë, okay, disiplinën tonë këtu. Dhe qenie e lartë që ke gjithmonë është natyra, kemi thënë. E ke gjithmonë. E qartë. Diellin. Shumë e qartë. Quhet si perëndi banon në parajs, për shembull. Shumë e qartë. Shumë e qartë. Okay? Qenie, domethënë njeriu në tokë, këtu duhet mendoj se si të dalë nga kjo, që të shkojë sipër. Që të evoluojë. Pa bërë disiplinën vetjake nuk mund të arrijë. Njerëzit në ditët e sotme janë aq keq sa që edhe për qëndruar në tokë, dyshohet. Kur mbaroj epoka, që do filloj epoka e artë, jo të gjithë njerëzit që bëjnë të njëjtat veprime që bëjnë tani do lejojnë pas vdekjes të rilindi në tokë. Pa lidhur me tokën, pa bërë një përulje ndaj tokës, pa qenë mirënjohëse ndaj ushqimet që bën toka, njerëzit toka ndoshta as nuk do i pranoj as lindi këtu, e jo më parajs që as bëhet llap. Okay? Vërdita. Nina, pak? Nina. Kisha një pyetje. Mantrat quhen duke hecur, kur i thua duke hecur? Quhen. Mantrat mund t'i thuash kudo. Zërin e ke me vete, gojën e ke, trupin e ke me vete, për shembull duke dhënë makinës, duke gatuar, duke shkuar në punë, duke bërë veprime të tjera, po. Sa më shumë ti je mundur. Faleminderit. Po, mantrat bajnë në balans mendjen dhe të kalojnë dhe situata vështirësitë e këto kalojnë më lehtë kur përsërit mantrat. Edhe pse nuk i mban duar ti lulja e lotusit. Kur dha? Edhe pse nuk i mban duar ti lulja e lotusit. Po, kur ti je vetëm në shtëpi ose po diun në park që nuk shikojnë njerëzit, domethënë që mos ta kesh besdi, atëre me teknikat e meditimit Lotus Ocean që kemi mësuar këtu. Domethënë më shumë pikë pozitive, më djegje më shumë të karmave,
Domethënë për ata që bëjnë qëndërzimin e trupit, siç bëjmë këtu tek meditimi lotusoshëm. Kurse, nëse ti ke bërë disa seanca dhe atëherë dhe mund të përsëritësh mantrat kudo në çfarëdo lloj pozicioni. E mban në vazhdueshmëri. Okej, shumë faleminderit. Okej, Hana? Po, Hana. Shimraja, faleminderit për gjithçka, mirënjohje. Je e mbështirë edhe në të ishur të relacion edhe duke të kuar. Edhe zërjët, faleminderit edhe piti të gjitha mirënjohje. Të kam thënë jam dhe kisë 30 sa vite dhe kam nevojë të ndaj me ti aleluja dhe amen që i këndojmë në kisha. Sikur më tingon si kjo Amen është ajum. Po. Është e njëjta. Amen, amun. Pasi sova më pra me këtë falë këtij takimi me ty dhe pitin lidhje kam këtë lidhje bën se son por dhe aleluja këndot përsëritet sidomos tani spash dhe i kam bërë lidhjen dhe kur jam shkoj në tani do shkputem sikur u zhduk nga toka por ma besoj jam si jemi këtu do medituar dhe duke thënë këto që themi bashk unë i kam me vej atje dhe mi bashkë gjatë qëndrimit në kish dhe do më thënë mbi vendoset asë por të bën më të përqendruar dhe tamam kur jam ke bërë balancin si që bëj këtu ashtu një qëndruar. Është në kish, në punë, kudo në makinë, në muzikë, hore, që të solle tek ne, dhe më vjen keq me kaq smuar në një huri, por më mirë vore kur. Po, më mirë vore se kur, shumë mirë kur. Se kemi duar gjësh të ulta dhe kjo do të sikur më ka ngre me parash lart, diçka që ka shkuta nga kërkesë për të tos këtu të ultave. Dhe falenderoj dhe mirënjohje. Kënaqësi, mirënjohje gjithashtu, mirënjohje për pranimin tënd. Vazhdoj të këndruar për miramin nga të më dakord të pagesë, vetëm ka vlerë pa ajo ecja. Jam kërsa ka... Të shkruaj në privat, të merë, kamerak. Shkruar. Pra, ajum, që është simboli krimit, si pas vedave, u bë më tutje më vonë, u bë pra Amun, për shumë tek faraonët, Amun Ra, është thuan ato, Amun Ra. Pastaj, Amun, pra mëja dhe nëja mund të ndryshojnë, më, në, të me thënë, si bashkëtingëllore, është paka shumë e njëjta gjë. Pra, Amun, Ajum, pastaj u bë Amin, okay? Amin, Amen, etj, është e njëjta gjë. Domethënë simbolizojnë simbolin e krijimit, por të krishterët nuk e dinë këtë gjë apo jo? Ku ta dinë? Ja, mësova një ndërsa sova. E thon, neve themi shumë gjëra, por nuk e dim domethënë tamam kuptimin. Por gjithmonë e shikojnë që ruhet ajo esenca e gjërave ruhet edhe në, domethënë, në vazhdimsi, sido që të jetë, sepse e vërteta nuk mund të shuhet. Mund të vazhdohet, mund të harrohet, mund të mos harrohet, varet nga njerëzit, por e vërteta qëndron gjithmonë. E vërteta është më e forta. Po, bukur? Mirënjohje, Hana? Ka ndonjë dikush tjetër, ndonjë pyetje, ndonjë gjë? Na tregon ndonjë gjë për Shqipërinë, për këto kohët e rizgjimit të shqiptarëve, a do triumfojmë, do dali ajo gjenet tona që shqiptarët janë populli më i lashtë, pavarësisht se bota nuk do ta pranojë këtë gjë. Bota ka filluar ta pranojë madje këtë gjë. Dhe do ta pranojë më shumë. S'kan nga shkojnë, sepse origjina nuk mund të fshihet. Dot. Po, do ta pranojnë, tani unë kam bërë video edhe në anglisht madje për
librat e profesorit Petrozhi, kam sqaruar shumë të huaj, në fakt kam folur dhe me pedagog në Pakistan, që merren me gjuhën sanskriti, gjithashtu në Francë, në Norvegji, që është bërë libri në Norvegji. Domethënë, nuk ka nga shkojnë për të njohur, domethënë, jashtësinë e gjuhës shqipe dhe të shqiptarëve, sepse pa gjuhën shqipe nuk zbërthejnë dot gjuhët e tyre, sidomos gjuhët europiane. Domethënë, do kemi ndonjë gjuhë të mirë për veten tonë, se na plasi shpirti. Po ty duhet plasi për tjerët mirë, edhe për veten. Për sistemin më shumë. Për sistemin. Sistemi do mbaroj, është do mbaroj, po sistemi ku jetojmë i Matrixit, qoftë në Shqipëri apo qoftë në vende të tjera, është duke mbaruar për njerëzit që punojnë me veten dhe që duan të dalin nga Matrixi. Ata do jenë fitimtarët. Por njerëzit që jetojnë në Matrix dhe që përkrahin Matrixin, okay? Që nuk duan të lidhen me natyrën hyjnore, ato do bien poshtë kur sistemi të bie. Kështu që është zgjedhja. Tani duhet zgjedhim, do të shkojmë më të lartin dhe hyjnorin ose do të shkojmë më të ultin. Asnjëri nuk rrin në vend qendror. Sistemi sigurisht që sistemi është duke u shkatruar, as diskutohet ajo. Sepse nëse një njeri merr dritën në të vërtetë, domethënë di të vërtetën, bën disiplinën e vet, dhe nuk duhet mendojmë shumë për tjerët, çfarë bëjnë tjerët, ose dhe sistemi. Ajo vjen në mënyrë vetvetiu. Ka qenie të tjera, ka qenie gjëra që ne nuk i shikojmë, që merren me këto gjëra. Okej, me shkatrimin apo jo. Neve çdo njeri duhet kujdeset për veten e vet dhe duhet të jetë përgjegjës për veprimet e veta. Nëse realizon disiplinën vetjake, të qëndrëzimit, të ngrënies ushqimeve të dura, të përsëritjes së mantrave, të balancimit të mendjes, të rritjes së diturisë, të lidhjes me elementet e natyrës, atëherë ai njeri është fitimtar. Që tani përpara se sistemi të bie. Okej? Mirënjohje Afrodita. Mirënjohje Afrodita. Kënaqësi. Ata që duan të vazhdojnë të më shkruajnë mua në privat, jam nga grupi Koherenca, emri, dua të vazhdoj, më fut te grupi, çdo që të jetë, kemi te grupi Vetëdia, që është më i avancuar se ky grupi të dielën në orën 7. Afrodita, një pyetje? Po? Në kohën që bën madrat dhe qetësohet trupi jashtë mase, derisa të them që mund të biesh edhe në gjendje gjumi, është gjë, kjo është si shenjë, si është? Në që qetësohesh do të thotë në radhë parë që ke qenë stresuar dhe të ndihmoj për të qetësuar. Nuk është gjë e keqe. 1. Por nuk duhet të kalojmë në ekstrem që, domethënë, t'ia fusim gjumit edhe ta harrojmë fare. Jo gjumë që e harron, po e kam fjalën që qetësohet aq shumë trupi që mbasi i bën madrat mund të biesh kaq që mbasi bën madrat patjetër. Kjo është gjë e mirë? Nuk është gjë e keqe, është gjë e mirë, po, qetësohet sistemi. Qetësohet sistemi, por edhe kur je shtrirë dhe nëse dëshirojnë që mos të zërgjumi ose mos të kalojmë në ekstrem, atëherë mund të lëvizësh gojën dhe kur je shtrirë ose kur je duke u qetësuar. Të zgjon në fakt, të çon. Nëse është ditë ose diçka e tillë, kuptohet. Okej? Okej, faleminderit. Kënaqësi. Faleminderit. Mirënjohje Afrodita. Okej, u kry? Mirënjohje. WhatsApp-i nuk e di. Ka ndonjëri? Faleminderit. Nuk e dëgjoj, janë muted, prandaj. Nëse të ka dikush nga WhatsApp-i që nuk e di, duhet të bëj një pyetje tani, mund ta bëj unmute dhe mund të më pyesë, nëse dëshiron. Nuk e dëgjova. Nëse keni pyetje të përgjithshme. Gjilda, po? Flasim gjithmonë për ligjet universit. Po? Po, ne në fakt nuk kemi kaq informacion sa të dimë se cilat janë ligjet universit. Po? A mundet të marrim informacion apo mendon që në këto kurse të ardhshme? Për ke fjalën për njerëzit e tjerë?
Apo për veten? Do të thënë, duhet të dimë në përgjithësi cilat janë ligjet e rregullat e universit. Pikërisht. Dhe në qoftë se neve kemi lindur si njerëz dhe nuk i mësojmë ligjet hyjnore të multiversit, do të thotë neve do t'i thyejmë ligjet hyjnore të multiversit. Tani, gjithë të seancat që unë bëj tek seancat fillestare, 10 seancat, afërsisht, neve të gjithë mantrat që kemi thënë së bashku, janë ligjet hyjnore të multiversit. Asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër. Është ligj hyjnor. Nëse lavdëron një qenie të lartë, ti rritesh. Nëse lavdëron një qenie të ulët, ti ulesh. Nëse ndeshesh me një qenie të lartë dhe ofendon e shan, atëherë ti krijon karma të keqe për veten për shumë jetë, për shembull. Pra gjithë to janë ligjet hyjnore të multiversit, çdo veprim ka një pasojë. Pasojë. Po, domethënë gjithë mandjet janë të mjaftueshme këto. Këto janë, ky është një fillim. Kush i di këta? Nuk i di njerëzit këto. Prandaj bëhet me meditimi Lotus Ocean ne mësojmë ligjet hyjnore të multiversit. Nuk i kuptojnë informacione në njëri nga ti. Po? Çdo njeri dikte që njeriu do të jetë infektuar, bashkë si për vete, të lavdërojë të hyjnisme. Jo, kush e di këtë? Nuk e di njeri këtë. Kush e din të di? Shikoj njerëz në Shqipëri shumë, edhe stresohem se shikoj që njerëz që përshtyjnë në tokë. Po kjo është e përditshme dhe çuditshme dhe kjo është gjëja më kryesore që njeriu nuk duhet, domethënë ti e përdos tokën që të mban ty. Po pra pikërisht, e shikon? Po që ai njeriu nuk e di se ligjin. Ka mendon njëri me logjikë. Pra një njeri për shembull, të dalë në rrugë dhe nuk kam bërë aki që mos shkoj 3-4 pura. Qa lagje bën nuk e timi? Atëherë këtyre njerëzve që bështyn në tokë, sidomos në qoftë se nuk është çimento, domethënë e bërë nga njeriu por në tokë të vërtet, atëherë duhet të mësojnë tokëzimin. Njëri që bën tokëzimin nuk bështyn kurrë. Një njeri që bën tokëzimin dhe ka një farë lidhje me tokën ose të paktën preke një pemë me duar për të bërë tokëzimin, nuk i bën dot të veprime kundër tokës. Jo vetëm këtë, por edhe gjëra të tjera. A për dita të them diçka të rëndësishme? Okej, dhe me ligjet hyjnore të multiversit, që ti përgjigjem Gjildës, njerëzit nuk i dinë. Dhe në qoftë se njerëzit nuk i dinë dhe nuk duan t'i mësojnë, atëherë s'kan për t'i mësuar ndonjëherë. Do t'i mësojnë me jo kaq butë e bukur si këtu, me qetësi, në sajt të gurus Prashant Trivedi që na i ka bërë gati ligjet hyjnore të multiversit, por do t'i mësojnë me dhimbje, me për shembull asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër nëse thyen ka pasoja dhe do t'i mësojnë nëpërmjet pasojave, domethënë dhimbjeve të torturave. Ndërkohë që nëse i mësojnë dhe i përsërisin nga qendra e gojës, sepse pa i përsëritur, pra pa bërë meditimin, nuk mësohen ato. Nuk mësohen dot, i harron dhe nuk i vepron, do të thotë nuk e ke mësuar mirë. Universi do të na testojë gjithmonë. Okej? Po. Në rregull, përgjigjem Gjildës. Pra ligjet hyjnore të multiversit mësohen vetëm tek meditimi Lotus Ocean, kemi thënë. Nuk ke ku ti mësosh këto ligje hyjnore dhe në seancat e avancuara ka më shumë ligje hyjnore. Njerëzit mezi mësojnë këto bazat. Tani çfarë prekin nga këto çunat, nga këto burrat që bështyn tokën normale, ai pa bërë një tokëzim, i duket toka si plastik. Po, Ervehe? E dashur, unë bile jam çik emocionuar tani që dua ta them se që kur kam filluar këtë rrugëtim, po ndihem krejt ndryshe nga ana emocionale, shpirtërore, mendore, trupore. Se me kënaqësi që unë jam bërë vegetariane, kam lënë mishin, që kur kam filluar Lotus Ocean dhe domethënë unë kam qenë mish ngrënëse e tmerrshme, jam 60 vjeçe, me rezus negativ, jo po duhet ta mish, jo po anemike. Rezus negativ jam. Po. Edhe unë e kam lënë mishin dhe ndihem shumë mirë, të jam shumë mirënjohëse. Domethënë
vlerësimi, mirënjohja, përulja, falenderimi është pa kufi, sepse ndihem ndryshe, këtë them sinqerisht, dhe njerëzit që kam rreth vetes e ndjejnë atë, e shohin që çfarë ke bërë. Në fakt unë kam bërë qëndërzimin, them mantrat, kam larguar ato vibracionet e këqija nga ngrënia e mishit, por problem kam vetëm ngrënien e vezës. Nuk e di, më qëndron pak rënd kur e ha, me thënë të drejtën, veza, më qëndron pak rënd, po nuk e di si jam shkëputur nga veza. Më mirë vezën se sa mishin, për momentin, derisa largohet vetë pastaj. Për momentin është okay, por po të vazhdosh të hash ushqime të dura, nuk ke nevojë më fare për vezën. Unë doja të shpreja mirënjohjen për punën e deri tanishme. Mirënjohje, falenderime. E shikoni pra, domethënë, një njeri që i bën ligjet hynore për të vërse i përsërit, apo jo, nga qendra e gojës, domethënë bën ato që këshillat të ndryshon, apo jo, të ndryshon pikpamjen e botës, të ndryshon, pastron vibracionet. Pra, janë seanca bazë, duket si kod, por në fakt të ndryshojnë gjithë botë kuptimin. Dhe lidhja jote me universit bëhet shumë e fortë. E vërtet, Ti evolon, dhe këtë gjë mund ta shohin edhe të tjerët, sigurisht. Dhe mirë është ta shikojnë që të marrësh të bëhesh si qendër për ato. E vërtet. Sepse thonë, ua, pse kjo, domethënë, pse që ka kjo më mirë. Sigurisht është gjë natyrshme dhe unë gëzojmë për këtë fakt, sepse të vërtetat na ndikojnë në vetdijen tonë. Kur ti thua një mantra, duket si e thjesht, do veprim ka një pasojë. Unë dua të respektoj ligjet hynore të multiversit, por ti nuk e ke thënë këtë më përpara. Dhe tani që e thua, të ndikon direkt tek vetëdia dhe vibracionet e tua rriten automatikisht. Pra përsëritja e mantrave, trupi i qëndërzuar duket si thjesht, por ke ndryshuar të jetën tënde. Për mirë. Në qoftë se më dëgjon? Po, Feruze? Po, se tani u lidhe, se s'lidhesh a dot. Ndajeni do të sotën? Jo, s'do ndajemi, jo do të ndjekim bas. Desha të them se kur ulem për të bërë matrat, unë dua t'i mbaroj të gjitha. Ka ndonjë kufi, qoftë për minimale, qoftë për maksimale, sa duhet të themi, për shembull, kur ulemi? Sa më shumë, aq më mirë. Por varet si ke kohën e lirë, varet varet nga shumë gjëra të tjera. Nëse ke kohë të lirë dhe e përdor për meditimin, sigurisht kjo do të thotë që ti po punon për veten, për evoluimin tënd. Dhe kjo është puna që universi pret prej nesh. Por nëse je shumë e zënë dhe ku diun duhet shkosh, bësh këtë, të bësh atë, e ruan ato mantrat dhe mund t'i përsërisësh dhe kur bën veprime të tjera. Po, të paktën nuk ka një limit, nuk ka limit. Okej, faleminderit. Ka njerëz për shumë, kanë grup studenta shumë të avancuar, kanë me mua 6 vjet. Ato, domethënë ka ca që bëjnë 2 orë pa pushim. Janë në nivele të ndryshme, okay? Bukur. Dikush dëshiron të evolojë më shumë, dikush thot, ha, kaq kam. Domethënë jemi të ndryshëm. Nuk ka limit. Okay. Në fakt, uria për të evoluar duhet të jetë e madhe apo jo? E kemi. Edhe tani në këtë periudhë, kjo është periudhë shumë e mirë dhe është edhe rrezikshme, por edhe super e mirë, janë dy ekstremet. Sepse tani nëse evolon, punon me veten, evolon shumë. Një gjë që ti e bën për disa muaj tani, në kohët më përpara, para 100 vjetësh, i duhen 20 vite. Kurse tani ndodhin gjërat shumë të mira shpejt, por edhe gjërat e këqija mund të ndodhin shpejt nëse nuk zgjedhim rrugën hynore, sigurisht. Pra janë shumë mirë dhe tani. Në rregull. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Afrodita, Nina. Po, Nina? Kur shikojmë lop, kur ecim, mund të përulemi, jo? Apo po? Tokës, si në vetdijen tënde ti përulemi. Por lopa që nuk është hynesha. Lopën thjesht mos të therr, dhe mund ta prekësh si kafshë, domethënë të bën xhan, të kesh një ndjenjë respekti, po jo për t'i përulur ose domethënë nuk ka nevojë. Okay.
Sepse për shembull njerëzit ka shumë njerëz më parë që kanë thirrur lopët dhe kanë keq trajtuar, ndoshta pas vdekjes ato mund të vjen lopët që kanë keq trajtuar. Edhe pse se kanë ditur, ndoshta, okay? Edhe pse si kanë ditur këto gjëra, mund të dënohen në të botë, edhe pse si kanë ditur këto gjëra që i kanë thërur, mund të dënohen në botën tjetër. Ato nuk e dim, ato e din. Në qofse edhe ka dhe studenta që kanë thërur, domethënë lopë dhe pastaj nuk e bën më, e ndryshon dhe nuk e han, edhe ke një ndjenjë respekti, atëherë janë në rregull. Fshihet ajo. E pastron. Po. Të gjithë kemi ëndër mish, kemi lindur në familje vegetariane, mish ngrënëse. Kur nuk e di, sigurisht, por kur e di ose kur përpiqesh ta dish, atëherë ndryshojnë gjërat. Okej. Faleminderit. Okej. Po? Se mundesh. Këtë dietën ose që janë vegan, a mund të preken më shumë nga virusat? Atëre, jo vegan, por vegetarian, do të kemi kujdes. Unë nuk jam për veganët, por për veget, pra qumshi, gjalpë dhe këto, unë i haj. Po. Po, në qoftë se han ushqime vegetariane, sidomos dietën e balancuar, për cilën kemi folur tek Meditim Lotus Ocean, sigurisht sistemi yt i imunitetit do rritet shumë, nuk do smuresh as griprat as këto. Janë më pak e më pak. Ka dikush për shkakun që ka një disiplinë shumë të fortë, nuk është ftoft ka një 2-3 vjet. Se ka zënë gripi. Okej, Krisha. Nga që po mundohem domethënë që të heq gjërat që kur theti me këtë pjesën e gjakut edhe më është bërë kështu se kishe se hafare. Po që thash për vezën, domethënë qumshin e kam ralluar se nuk më bën mirë, po që vezën e kam domethënë. Qumshi domethënë sepse në qumshi dyqaneve dhe këto është fallco, domethënë nuk është lopët keq trajtohen, domethënë. Në ditët e sotme. Nuk e di më bën shumë keq qumshi. Po sepse lopët keq trajtohen dhe merren me makineri e këto është dhunë. Është marrë me dhunë, sigurisht që s'është e mirë. Por, në qoftë se janë në një fermë, edhe lopët lihen të lira dhe nuk theren, për shembull ka disa ferma. Në Norvegji, në Angli ka. Dhe në qoftë se merr, domethënë pin nga qumshi asaj lopës që lihet e lirë, ajo është ilaç. Sigurisht qoftë ai ka ushqyer dhe viçin e vet. Pastaj merr pak qumësh ose në fshat ose ke parasysh e pin qumshin nga lopa, atëherë ajo është ilaç. Po, tamam. Por puna është që domethënë duhet në fshat këto gjërat, jo në dyqan. Pra lopa është a dëgjon? Lopa përfaqëson, domethënë tokën. Okej? Lopa përfaqëson tokën dhe sigurisht pra lopa domethënë nuk duhet ngrënë mishi i saj, sepse është njësoj si toka. Dhe domethënë lopa keq trajtohet shumë keq në ditët e sotme, apo jo? I merret viçi, domethënë për të thërur, i merret si të marrë dikush fëmin tënde kur i lind për ta therë. As për ta rrit, po për ta therë. Dhe ajo vuan sigurisht dhe është gjë shumë negative, domethënë jo një herë, po domethënë është si ferr për lopën. Domethënë është bërë dhe sidomos energjia femërore. Domethënë energjia, jo, femrat. Domethënë vuajnë më tepër sepse është femërore. Pra jemi kundra nënës tokë, gjë që është e tmerrshme apo jo. Më fakt, ose këta, se harrova të bëj këtë, doktori më ka thënë të marr kështu vitamina, po që janë vegane. Është mirë apo? Okej, nëse të duan patjetër dhe domethënë është ekstreme, sigurisht duhet i marrësh. Nëse derisa ta marrësh veten, por pastaj dhe vitaminat domethënë nuk është janë shumë të nevojshme. Nëse han ushqime dietën e balancuar, thjerrzat, zarzavatet, llojet e grurit, orisi, gjithë gjërat lokale të vitamine. Domethënë, po vetëm me kuinoa edhe këtë thjerrzat. Nuk e përdor me orisi se nuk më trep, domethënë më prek në stomak.
Okej. Atëherë domethënë ka mënyra për të rregulluar stomakun e këto gjërat. Mirë? Okej. Shumë faleminderit. Okej, por orizi, sigurisht orizi unë ju rekomandoj 2 lugë oriz për ditë duhet patjetër për të balancuar energjinë hënore brenda trupit. Por kuptohet kur ta tresi stomaku e të rregullosh këto gjëra. Okej? Mirë, u kry? I bëm gjithë pyetje? Mirë, atëherë kalofshi bukur, atëherë kënaqësi që ishim bashkë këto 10 seancat për seancat fillestare. Dhe më shkruani ata që dëshirojnë të vazhdojnë. Unë nesër në fakt ose këto ditë do krijoj për edhe një grup të ri. Mund të lajmëroni njerëzit që dëshirojnë të vinë. Kalofshi bukur për qafimin. Mirënjohje. Mirënjohje për gjithë. Hatën. Mirënjohje.